siç edhe standardet e UEFA-s dhe FIFA-s. Edhe kjo pjesa është shumë interesante, sot FVK është ndër federatat e rralla në botë vetëm në Evropë, ku vetëm për të kandiduar për kryetar kërkohet mbështetje me nënshkrime nga rreth 50% e anëtarëve klubeve të licencuar, një mekanizëm që në praktikë shërben për eliminimin e konkurrencës dhe ruajtjen e pushtetit në mënyrë të kundërlidhshme dhe me çdo mjet. Si duhet të jetë kjo? Si paraqit jetë? Po Lorik që ta shpjegoj me terma të thjeshtë. Okej. Momentalisht federata i ka rreth 40 anëtarë. Për këtyre 40 anëtarëve veç 26 janë të licencuar nga Ministria e Kulturës dhe Sportit. Që i bën konform ligjit vetëm këta drejt kanë të drejtë vote anëtar, 26 shtat. Mos kapim për numër sakt. Në statutin aktual, kryetari ka insistuar me lanta që për të kandiduar duhet 15 anëtar me mbështet paraprakisht për me pas drejt mu kandidu për kryetar, që i bjen mbi 50% e anëtarëve aktual apo eliminon automatikisht konkurrencë. Lidhja renale nuk regjistrohet në ministri, por regjistrohet licencor. Juridike po thotë, të licencuara. Po thu vetëm 27 në një moment, kush thu vetëm 27 anëtar janë të licencuar. Po. Kush nuk janë 58 delegatë janë ta që tregoj kush janë të licencuar në Ministria në 10 klube të Superligës dhe rreth 17 klube të 16-17 të Ligës së parë. Asnjë shoqat nuk është e licencuar, as lidhje trajnore, janë anëtar, duhet të licencohen, e kanë për detyrim u licencu, kanë aplikuar për licencë, nuk janë licencuar nga Ministria sot e kësaj dite që 2 vjet nuk i kanë plotësuar kushtet. Talat shoqatat ku regjistrohen? Tash është e kuptueshme kjo pjesë. Jo licencohen anëtarët, licencohen administratorët. Shoqatat ku regjistrohen? Ku regjistrohen shoqatat? Edhe lidhjet trajnore. Çfarë shoqata e ki fjalën? Cilën? Po shoqata i trajnerëve, shoqatave e referëve, të dinë trajnerëve, shoqat që po ti përmenda në dy, po lidhje trajnore, ku regjistrohen lidhjet trajnore? Edhe lidhjet trajnore, edhe shoqatat, edhe një numër i klubeve i statusin juridik e kanë organizata jo qeveritare. Do me thonë, një pjesë e klubeve private janë SHPK, apo shoqërime përgjithësi të kufizuara. Këto klubet private regjistrohen në Agjensinë e Regjistrimit të Bizneseve, ndërsa organizatat jo qeveritare